Veçantë që t'ju uroj këtë fest, gjithë juve në Maqedoni, gjithë juve në Shkup, gjithë juve në këtë takim, në emër të Qeverisë së Kosovës, në emër të institucioneve shtetërore të Kosovës, me që pavarësia e Kosovës ka qenë merit edhe shqiptarëve dhe të gjitha shqiptarëve në Maqedoni, me luftën, me sakrificën, me pritjen që keni bërë shqiptarëve të Kosovës në kohë më të vështira. Natyrisht merit edhe jonja në Kosovë, ku merit edhe shqiptarëve kudo që jetojnë në Ballkan, kudo që bukës i thojnë bukë, ujit i thojnë ujë, dhe simbolt e tyre kanë flamurin kombëtar. Kur e shënojmë këtë ditë, nëntorin e vitit 1912, nuk është një lloj kthimi i thjeshtë në histori, por është një lloj rikthimi drejt tarmës, është një lloj riorientimi jonë drejt tarmës. Natyrisht shqiptarët kudo që jetojnë në Ballkan, në Maqedoni, në Kosovë, në Shqipëri, në Luginë të Preshevës, në Malë të Zi dhe në çdo gjeografi ballkanike, jemi prej popujve më të